Përshëndetje, unë jam Francis dhe sot do t'ju tregoj vendodhjen e sallonit Berberal. Gjithashtu dhe gjitha shërbimet që ne ofrojmë në sallon. Ndodhemi gjithë me klopin përballë kompleksit Deli Orgji dhe e jani me mua t'ju tregoj fiks vendodhjen e saktë. Atëherë këtu ndodhen dy hyrje, jo tek kjo, por tek shkallët ku lexojnë Berberal Sallon. E gjeni kollaj fare. Hajdeni me mua. Atëherë është kaq është herët akoma në mëngjes, ora 9. Çuna do jenë duke pastruar mjetet, besoj janë duke bërë sallonin gati. Ne do t'i kapim mat, ta vërtetojmë që a janë duke pastruar apo nuk janë. Hajdeni me mua. I ndiqni Berberal Sallon, është shumë e thjeshtë. Nuk do shkoni majtas, po do shkoni djathtas. Kjo është hyrja e madhe, do ta kuptoni nga Luani me qeleshe. Mirë se erdhët. So e jem ja. Çuna përshëndetje. Ja pra, normalisht nuk isha si dilsha huq. Çunat janë duke pastruar makinerit, janë duke bërë vendin gati për të ardhur klientat, për të vazhduar me rezervimet dhe ne do bëjmë një kafe një herë sepse s'kemi pi kafe. Gjithashtu ne ofrojmë kafe për të gjithë klientat që vinë që presin, kafe ose çaj. Ja dhe kafja po del, super. Do pim një kafe dhe do t'ju tregoj se çfarë shërbimesh ofrojmë në këtë sallon. Atëherë na bëft mirë. Nuk bëhet gëzuar me kafe. Atëherë këtu jemi me Berber Ignacio dhe Berber Anedi, dy berberat më të fortë sot për sot. Shikoni pra janë duke pastruar mjetet, siç ju thash, e bëjnë mëngjes për mëngjes dhe çdo herë mas qetjes së klientit. Kjo është disinfektimi i veglave në solucionin e saj, që me thënë drejtën nuk është se kam parë në shumë berbera, edhe shumë berbera e bëjnë, por ne kemi primare higjienën dhe pastërtinë. Makinat nga më cilësore, berberet më të mirë. Shqise ka i Gold 24 karat makina, në shok, në ardhë më për qeftë, lux. Ta pjeti që kafen? Qura ju keni pi kafe? Atëre çfarë ofrojmë ne në Berberal Sallon? Për vetëm 10.000 lekë, ne ofrojmë qethje, por para qethjes do lajmë kokën njerë. Tu. Do lajmë kokën, masi lajmë kokën, do vini, do uleni te karrigja, te poltroni i berberit, edhe do vazhdoj me qethjen. Mas qethjes, rregullim mjekre, unë nuk kam, po ata që kam. Rregullim mjekre, pastrim me pe. Masi pastrohet me pe dhe je i qethur, je ke rregulluar dhe mjekrën, do vish prap këtu, do lash prap kokën. Masi të lash kokën, do ulesh edhe njërë te poltroni, do stilosh flokët, dhe pastaj do ikësh në puntata si zotëri. Çfarë ofrojmë tjetër? Kemi një shumëllojshmëri produktesh. Duke filluar nga wax, nga kolonjat, nga vaj mjekrës, më the të thash, ka shumë gjëra këtu që janë nga më cilësore. Unë po thuj se gjysmën e këtyre ka marrë dhe për veten në shtëpi. Makineria e avullit, siç që thash. Trajtimi i fytyrës me 3 lloj maskash të ndryshme, skrabi, balta dhe cila është ajo tjetra, Berber? Alo? Maska për pikat e zeza. Dhe maska për pikat e zeza, sepse unë normalisht nuk jam berber, por nuk i dihet jetës. Tash desha t'ju tregoj dhe odën e zotnis. Ktu jemi tek oda e zotnis dhe unë dua t'ju shpjegoj me shumë zell për këtë pajisjen që nuk e kanë të gjithë dhe ne krenohemi me këtë. Kjo është pajisja Hydrofacial me maskën këtu, si është kjo maska me grabit në i banko shok. Kjo është për pastrimin e thellë të poreve të fytyrës. Është nga më moderne, s'po fjalë. Ka 1, 2, 3, 4, 5, 6 procedura që kryen në fytyrën tuaj, me produkte 100% bio dhe organike nga Barba Italiana. Klienti vjen këtu, mund të dëgjojë muzikën çfarë të dojë ai, ka privatësinë e vet,
larjen e bën veçantë, qethjen normalisht që po e po. Një qetësi dhe një privatësi super. Kur vjen klienti këtu, ndihet tamam si VIP, si mbret. Për të gjithë ata që duan të na vizitojnë, të marrë një trajtim për të qethur ose për të bërë një trajtim fytyre, kjo është lista me çmimet përkatëse. Kemi dhe ofertat mbrapa. Gjithashtu, sepse unë më nga vrulli i tepër dhe nga kënaqësia që kam për këtë sallon që ta prezantoj, harrova t'ju them që mbas çdo qethje, makinat dezinfektohen 1-1. Manteli është ai që rrethohet, domethënë që mos bëheni me qime. Ndrohen direkt, nuk përdoret manteli 2 herë. Domethënë do vi një klient, do qethet, do ta heqim mantelin, do ta hedhim kosh. Nuk e përdorim 2 herë mantelin për klientin tjetër. Dezinfektimi s'bëhet fjalë. Nuk ndodh dhe nuk ka ndodhur, edhe nuk do ndodhi asnjëherë, sepse kemi parë shumë i kanë qethur berberat edhe kanë qelluar me myk te koka. Tek Berber Art Salon asnjëherë s'ka përndodhur këtë gjë. Pse? Sepse mas çdo qethje bëhet dezinfektimi i makinave. Peshqirat merren pop në kosh sa mbaron punë me klientin. Nuk ka. Prandaj ne përpiqemi të japim një shërbim sa më profesional, sa më cilësor dhe që klienti të vi prapë. Për rezervime, ky është numri i telefonit. Ju mirëpresim në Berber Art Salon. Bashkë mirupafshim.